Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në një natë erdhën dy krijesa, më morën për dorë dhe më dërguan në një vend të çuditshëm, kur atje thot e pash një furrë, ku pjesa e poshtme ishte e ngushtë, kurse pjesa e lartë ishte e gjerë. Brenda në të pash djelmosha dhe vajza të reja, të gjithë lakuriq, ku zjari kur ndizesh dhe nga poshtë ata ngjishteshin lartë. Pase kur shuhesh dhe zjari ata zbritnin poshtë, dhe ju thash atyre të dyve, kush jeni ju dhe kush janë këta? Ata më thanë, njëri prej tyre tha unë jem Gjibrili, kurse tjetri prej tyre tha unë jem Mikaili, kurse këta njerëz, burra dhe gra lakuri që i paje në këtë furrë, jenë zinaqarët dhe zinaqaret e umetit tënd. Ky do të jetë dënimi i tyre në varr deri në ditën e Kiametit. Allahu na ruaj. Mos e hum xhenetin e Allahu xhallahu ala për një 5 minutë kënaqësi për kënaqësive të kësaj dunjaje. O ju robër të Allahut, këshilloni fëmijët e juaj ta kenë frikën Zotit xhallahu ala, të ruhen prej moralitetit. O vëllezërit e mi, sëmundjet janë shkaku i zinas. O ju robër të Allahut, tërmetet janë shkaku i zinas. O ju robër të Allahut, hidhërimi i Allahut është shkaku i moralitetit dhe i zinas. Pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, ya ummat Muhammad la akhiru min Allah min an yazni 'abdu aw tazni amatu. O ummeti Muhammedit, s'ka më xhelos se Allahu që ta sheh robin dhe robëreshën e tij duke bërë zinë dhe imoralitet. Kush prej jush dëshiron për motrën e tij? Kush prej jush dëshiron për nënën e tij? Kush prej jush dëshiron për hallën dhe tezën e tij? Po filania dhe alania është motra e dikujt, nëna e dikujt, bia e dikujt, gruaja e dikujt. Andaj o ju robër të Allahut, të kemi frikë Allahun xhallahu ala, dhe ata të cilët i kemi në pushtetin tan për fëmijëve dhe të afërmve dhe dashamirëve tonë t'i ndalim, se vallahi hoxha sot e thot, pasha Allahun e madh ka për me ardhë dënimi i Zotit xhallahu ala, dhe atë ditë në mëngjesin dhe në mbrëmjen e asaj dite s'ka kush që t'i shmange dënimit Allahu xhallahu ala. Po e thash këto ju vëllezër, se filloi vera, filloi që të shfaqet lakurizia. Allahu na ruaj ya rabbel alamin.